Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama i konsideron qytetarake akuzat se ka kopjuar programin e opozitës dhe thotë se nuk do të ketë antarësim në BE nëse PD kthehet në pushtet. Ferma VIP 2 në moderimin e Luana Vjollcës çnon rekord audience që në mbrëmjen e parë në Vision Plus. 16 konkurrent nisin aventurën e tyre si fermer. Biznese, markete dhe disa fast food në Vlorë kanë tregtuar mishpule me salmonel, inspektorët vijojnë kontrollet në qytetin bregdetar. Njëmi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Akuzat e opozitës për vjedhje të premtimeve elektorale, kryeministri Edi Rama i quajti qesharake. Ai tha se një rikthim i Partisë Demokratike në pushtet pas 11 majit do të ishte fatale dhe Shqipëria nuk do të kishte asnjë mundësi për hyrje në Bashkimin Evropian. Në një tjetër bashkëbisedime në Djekësit Online në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama u diposh zërat se PS ka vjedhur programin e opozitës. Me ironi, Rama i quajti qesharake këtë akuzë. Ju qajnë hallin pensionistëve, qajnë hallin edhe që u kopjua programi. Kjo e kopjua programit është që janë më qesharake më botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot, o zot. Rama qartësoi se nëse opozita vjen në pushtet dhe nuk ekziston asnjë mundësi që Shqipëria të futet në BE. Kjo është kot, se në të gjitha rastet, po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë mohabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. E njëra atë llok i madh. Shpresën e demokratëve se do të fitojnë në 11 maj me prezencë të konsulentit amerikan La Civita, Rama u përpoq ta shuante. Bëhet fjalë për individ që janë me probleme të hapura me drejtësinë, probleme të hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat, apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa, kush e di se sa dhe kush di se si paguhet, me thënë të drejtën, dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. As me Amerikën, jo. Teksa i kërkoi votën shqiptarëve për të garantuar një fitore të 4 në 11 maj për të dërguar mesazh Brukselit, në mbyllje ai u ndalte një tjetër merak i komentuesve. Me sa sheqer e pi kafen, zero sheqer. Bile kur më thonë, a do sheqer, thëmë jo se jam shumë ëmbël vetë. Në fakt jam më ëmbël se sa duken në të vërtetë. Ekonomia, sipas kreu demokrat Sali Berisha, është kryefjala e fushatës së opozitës. Në takimin e zhvilluar në Durrës, ai premtoi ndihmë për biznesin fason si dhe mbylljen brenda një viti të procesit të rindërtimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përcolli në Durrës mesazhin se në 11 maj qytetarët vendosin me votë për të nesërmen e familjeve të tyre. Këto zgjedhje janë parasgjithash për ekonomin. Berisha shpjegoi edhe bazën e sloganit opozitës në këtë fushat, Shqipëria madhështore. Shqipëria madhështore është Shqipëria në të cilin njerëzit nuk vuajnë për kafshatën e gojës. Brenda 3 muajve të parë të qeverisë sone do vendosim minimumi jetik. Minimumi jetik 200 euro. Për çdo pensionist që merr nën 200 euro. Për çdo të papunë që merr nën 200 euro.
Takimi i Berishës për programin elektoral të Partisë Demokratike u zhvillua në një fasoneri, sipërmarrje e cila vuan aktualisht pasojat e zhvlerësimit të euros. Qeveria do të kompenson çdo qindar të kursit të euros për të gjithë eksportuesit. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha ironizoi kryeministrin Rama dhe strategjinë e tij për të komunikuar në rrjetet sociale me qytetarët. Vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni 1 prillin se është dita e Edi Ramës. Gjatë qëndrimit në Durrës, Berisha vizitoi edhe disa familje që kanë mbetur pa shtëpi për shkak të tërmetit tragjik të nëntorit të vitit 2019. Historia e tërmetit do mbyllet përfundimisht brenda një viti. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, procesi i rindërtimit nuk ka përfunduar për shkak të korrupsionit të qeverisë Rama. Në prag të shpërndarjes së fletëve të votimit për diasporën për zgjedhjet e 11 majit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka identifikuar operatorin postar fitues sipas procedurës së ndjekur. Shërbimi postar do të mundësojë dërgimin dhe kthimin e fletës së votimit për afro 250.000 votues në diasporë. Në garë janë ftuar 5 operator postar, njofton KQZ, ndërsa oferta më e mirë ka qenë ajo me vlerë 9.200.000 euro. Çmimi mesatar për dërgimin dhe kthim të zarfit është rreth 37 euro. Shpërndarja e fletës së votimit pritet të nisë mes javës së parë dhe asaj të dytë të prillit. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani priti të marrë në zyrën e tij ambasadorin Lamberto Zanjer, kreun e misionit të vëzhguesve të OSBE ODIHR për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Gjatë takimit, Ministri Hasani nënvizoi vlerësimin e Shqipërisë për asistencën e OSBE ODIHR gjatë proceseve zgjedhore në vendin tonë. Mbetemi të vendosur për të zbatuar rekomandimet, duke shfrytzuar njëkohësisht ekspertizën dhe ndihmën e tij, tha ministri. Ai theksoi gjithashtu angazhimin e vendit tonë për të organizuar zgjedhje të lira, të ndershme dhe transparente sipas standardeve të OSBE-s. Shqipëria mbetet një mbështetëse e palëkundur e mandatit të ODIHR dhe roli që ai luan në mbrojtjen e lirive themelore. Ferma VIP nisi rrugtimin në Vision Plus duke shënuar rekord audience që në mbrëmjen e parë. Në moderimin e Luana Vjollcës, e shoqëruar nga 2 opinionistët Castro Zizo dhe Zhaku, spektakli dhuroi emocione të shumta. 16 konkurrentë me statusin e fermerit nisën rrugtimin drejt një aventure të papërsëritshme. Kjo është ferma e VIP-ave në Shqipëri, një hapësirë marramendëse me 8 hektar tokë, aty ku sapo ka nisur të rrugëtoj reality show më i veçantë në vend. 16 personazhe shumë dimensional dhe tërheqës në të njëjtën kohë, lanë pas çdo gjë për të fituar një përvojë unike. Zhakut duhet të trëmben mbase për të qenit e drejtë për drejtë. Gjithçka nisi me surpriza. Zhaku, opinionistja e këtij edicioni të dytë, fillimisht u prezantua si fermere, ndërsa në vend të saj u vendos për disa minuta Big Mama. Opinionisti i dytë që do të shoqërojë këtë rrugëtim 3 mujor të fermës VIP është Castro Zizo. Edhe ky një emër i njohur për mendimet e tij kritike e të drejtë për drejta. Mos u takoni. Në moderimin e Luana Vjollcës nga Studio Qendrore dhe Albano Bogdos, i cili u gjend mes konkurrentëve në rolin e kryeplakut, spektakli i mbrëmjes së të hënës përçoi magjin që mbajti mbërthyer publikun. O çuni, urdhroj thash. Të vide unë pak se po më ngefi. Eran Sojli, Ron Zaiti, Alba Pollozhani dhe Albi Lushi ishin fermerët e parë që u bën pjesë e kastit të Ferma VIP 2. Një hyrje jashtëzakonshme ishte ajo e Big Bastës, i cili u shoqërua nga 2 miqtë e tij, MC Kresha dhe Lyrical Son. Jo pak vëmendje mori edhe futja e Silvana Bushatit dhe Elinara Shehut, ndërsa lojra duket se nisën me një herë. Emocionet e bukura u shfaqën gjatë gjithë spektaklit, e një moment i tillë ishte edhe performanca e fermerit të radhës Anduel Kovacit.
Modeli Ylli Dreshaj, Miss Kejsi Meshahu, gazetarja Nul Alkazal, aktorja Ester Allushi dhe Elim Hoti hynë gjithashtu me një jehon të madhe duke u bërë pjesë e bashkëtesës në fermë së bashku me konkurrentët e tjerë. Por kur bëhet fjalë për komente pikante dhe diskutime, nuk mund të mungoj një emër si Andrea. Ende pa futur këmbët në fermë, ai zgjodhi të komentonte secilin prej banorëve, duke nisur kështu rrugëtimin e tij. I fundit fermer që plotësoi mozaikun e këtij kasti të mrekullueshëm ishte Frederik Ndoci, një prej zërave më të bukur shqiptar, i cili duket se premton shumë në këtë sezon. Agaje nisi punën që natën e parë, duke ngarkuar Ronit për gjatë gjithë javës deri në prajmin e së premtes një mision. Por cili do të jetë ai dhe çfarë do të ndodhë për gjatë këtyre ditëve, do të keni mundësi të ndiqni 24 orë në 24 në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe përmbledhje ditore në orën 17 në Vision Plus. Dy trafikantë armësh nga Kosova janë arrestuar nga policia pranë Tiranës. Gjatë kontrollit atyre u gjetën pistoleta të prodhimeve të fundit si dhe municione. Kadri Prushi, 53 vjeç dhe Altin Pajaziti, 23 vjeç, të dy banues në Kosovë janë arrestuar këtë të martë nga policia e Tiranës, të akuzuar për trafik armësh. Ata u ndoqën nga forcat operacionale të Tiranës apo kaluan kufirin nga Morina në Kukës dhe deri afër kryeqytetit, ku kishin synim të shisnin 2 pistoleta me një vlerë trego afro 10.000 euro. Trafikantët u ndaluan në autostradën Lezhë-Fushkruj, ndërkohë që në mjetin e tyre efektive gjetën dhe municione luftarake. Burime bëjmë në dije se policia kishte informacion për ardhjen e tyre me qëllim trafikimin e armëve. Të njëjtat burime saktësuan se pistoletat janë të modeleve të fundit, njëra prej tyre është prodhim belg, konsiderohet e veçantë dhe ka një çmim relativisht të lartë, jo si të pistoletave të zakonshme. Njëri prej të arrestuarve, Kadri Prushi, rezulton të jetë dënuar me burg në Zvicër për trafik droge, ndërkohë është i skeduar dhe për trafik armësh në vendet e Europës, në Kosovë, Shqipëri dhe më gjërë. Dy të arrestuarit nuk janë treguar bashkëpunues me policin, pasi në seancën e marrjes në pyetje nuk kanë pranuar të tregojnë se ku do i shisnin armët. Këtë të martë është vënë në pranga 55 vjeçari që plagosi gruan e tij në Sarand. Dje pas dite, i dyshuari Adriatik Bodini, pas një konflikti në shtëpinë e tij, plagosi me thik bashkëshortën 51 vjeçare dhe u largua, por policia ra në gjurmët e tij dhe arrestoi, ndërsa gruaja ende e shtruar në spital ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Disa biznese në Vlorë, markete si dhe fast food rezultojnë se kanë tregtuar mishin e pulës me salmonel të ardhur nga Brazili. Lajmin e konfirmoi autoriteti kombëtar i ushqimit që ka ushtruar një seri kontrollesh në qytetin bregdetar. 6 subjekte në Vlorë janë evidentuar deri më tani që kanë patur në ambientet e tyre dhe kanë tregtuar për klientët pulë me salmonel, pas një kontrolli që AKU ka kryer në këtë qytet. Subjektet që kanë patur sasi të konsiderueshme të pulave me salmonel kanë qenë markete, por nuk kanë munguar as restorante, të cilat për klientët janë hallka e fundit të konsumimit të produkteve. Mësohet gjithashtu se nga qyteti i Vlorës është tërhequr një sasi e konsiderueshme pulash me salmonel të evidentuara deri më tani, por edhe fast foodet, të cilat janë kryesisht afër shkollave dhe në qytet. Dyshohet se numri marketeve, restoranteve dhe fast foodeve që kanë tregtuar është edhe më i madh. Sipas burimeve ka dyshime se pas daljes së lajmit, shumë subjekte private në Vlorë kanë larguar gjithë sasinë e pulës që kanë patur, pavarësisht nëse ka qenë ose jo me salmonel, për t'i shpëtuar kontrolleve. Ndërkohë konfirmohet se kontrollet do të vijojnë. Skandali me sigurinë ushqimore u zbulua disa ditë më parë, ku njoftua se nga Brazili në Shqipëri kanë hyrë 7.9 ton mish pule me salmonel. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Vazhdo të ndajemi këtu, natën e mirë.